Kryeministri gjendet në një moment shumë kyç, shumë delikat, sepse sa më shumë dalin fakte, në mënyrë sistematike SPAK-u po vërteton fakte për njerëz shumë të afërt të kryeministrit, vërteton fakte për referencat të ish zëvendës kryeministres ndaj tij, pra duket qartë që çdo lloj veprimi, siç e kam thënë në një emision tjetër këtu me ju, është qesharake të mendosh që ndonjë tender i madh ose çdo lloj veprimi i madh brenda qeverisë bëhet pa dijenin e kryeministrit. Pra, i gjendur përpara kësaj, kryeministri po luan dy karta. Kartën e opozitës, e lejon opozitën që të bëj farsë dhe edhe të hidhen e përdridhen e të bëjnë kollotumba cirku në kuvent, dhe e dyta është luan kartën e garantizmit ligjor, bëhen me njëherë këta zgjohen nga natën në mëngjes, këta zgjohen dashnor të kushtetutës, të ligjshmërisë, mirë po nuk janë dashnor të kushtetutës dhe ligjshmërisë kur fusin legët në xhep. Janë dashnor të kushtetutës dhe të ligjshmërisë vetëm kur kapen, dhe atëherë thonë po si të bëhet kjo punë e të tjerë, deri kanë dalë edhe me teza qesharake, të cilat i mbështet edhe opozita. Njëjtën gjë që tha kryeministri para disa ditësh, ose njerëzit afër kryeministrit, që nuk duan prekur zyrtarët në fuqi, ju duhet lënë mundësia e të tjerë, të njëjtën gjë tha sot Sali Berisha, mos i prekni deputetët. E pse nuk duan prekur deputetët? Në qoftë se ata sillen në mënyrë kriminale, në qoftë se ata bëjnë kollotumba në kuvent. Po deputetët, edhe ministrat, edhe kryeministri, edhe gjithë janë shërbëtorë dhe duhen prekur nga i pari tek i fundit. Përkundrazi, duhet të jemi shumë të ashpër me ta, sepse ata kanë përgjegjësi më shumë, kanë privilegje më shumë dhe ata duhet dënuar edhe më ashpër se sa njerëzit normal. Pra një kriminal rruge është më pak i rrezikshëm se sa ata kriminalët që shihni në kuvent e që shihni në përzyrat e qeverisë, të cilët vjedhin me miliarda. Ndaj, këta janë të gjithë bashkë, punojnë të gjithë bashkë, kanë ndarë secili detyrat dhe janë duke u përpjekur shumë, është moment kyç sepse janë duke u përpjekur shumë të minojnë legitimitetin e SPAK-ut, i cili mbështetet nga ndërkombëtarët. Kjo është loja që po ndodh në Tiranë. Çdo gjë tjetër është zhurmë, është farsë, është teatër kabuki, është kot. Është thjesht për të mbushur emisionet e lajmeve me diçka, për të mbajtur vëmendjen e njerëzve drejt diçkaje që nuk është vjedhja e tyre. Nuk e kanë pikën e turpit. Janë njerëz të cilët nuk njohin asnjë lloj parimi, nuk njohin asnjë lloj bese, nuk njohin asnjë lloj dini dhe imani. Janë njerëz të cilët shërbejnë vetëm vetes së tyre. Është e kot që ne të kërkojmë diçka më të lartë se sa kaq. Unë e kuptoj që është shumë trishtuese për gjithë popullin shqiptar, për gjithë ne shqiptarët, dhe ne përpiqemi nganjëherë që t'i shohim gjërat t'i bëjmë gjërat më serioze se sa janë gjërat që bëjnë këta. Mirë, po këta janë vërtet njerëz të një niveli jashtëzakonisht shumë të ulët. Pavarësisht se vishin me kostume firmato, këta janë njerëz të cilët sillen si kriminal të rrugës, si hajna. Ndaj dhe nuk e kanë problem që të bashkohen me kriminalet. Ndaj dhe akuzojnë njëri tjetrin se kush e ka më Miksuel Çelën. Ndaj dhe zihen nëpër parlament sikur të jenë çunat e dikurshëm të lagjes, sikur të jenë gangsterat e lagjes. Këta janë thjesht njerëz të cilët kanë hyrë në atë me vetdia, nuk është mungesë dije kjo. Ata të gjithë e dinë se ç'bëjnë, por janë me vetdia aty për të vjedhur popullin shqiptar. Kjo është e vetmja gjë që duhet përsëritur gjithmonë nga kushdo që ka mundësinë dhe që e ka guximin për ta thënë, sepse këta duhen trajtuar thjesht si hajna. Këta nuk janë shtetar, këta nuk janë deputet, këta nuk janë ministra. Ai nuk është kryeminist, është një karagjoz që i hyn edhe presidentes Kosovës në transmetimin e vet live. Këta janë thjesht maskarenj, të cilët kanë kapur përfyti popullin shqiptar. Për sa kohë që ne nuk e shohim këtë, ata do të vazhdojnë të na kapin përfyti, mirë po problemi është jemi në një moment kyç, për shkak të situatës ndërkombëtare, për shkak të shumë çkaje tjetër që e kemi diskutuar edhe në biseda të tjera më parë. Kapja e tyre përfyti e popullit shqiptar po shtrëngohet, po e shtrëngojnë lakun dhe mund të na e marrin frymën krejt si popull. Kjo duhet evituar. Duhet evituar që ne të shohim njërën palë prej tyre si zgjidhje. Nuk janë ato zgjidhja. Kryeministri është një hajn i sofistikuar, pretendenti për kryeministër është një hajn i kapur, gjithë të tjerët janë zagar dhe vegla të pa dinjitet
të dy këtyre njerëzve dhe kushdo tjetër që është drejtues, është edhe një drejtues tjetër i opozitës që nga burgu kërkon të zbardhë 21 janarin, që është shumë interesante ajo, një pjesë tjetër e faktës e teatrit Kabuki, kështu që të gjithë këta duhen trajtuar për atë çka sjellin në lojë, hajnin, kriminalitetin dhe poshtërsinë e tyre. Të ndalemi pak tek rasti i Belinda Ballukut, ku Spaku pas vendimit gjykatës kushtetuese, e cila pezulloi vendimin e gjykatës posaçme, tashmë Spaku kërkon heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut për t'i hapur më pas rrugën arrestimit. Në optikën tuaj, si mendoni se do të procedojë më tej parlamenti dhe vetë Edi Rama, do ta lëshojë Belinda Ballukun apo do të përpiqet me të gjitha mënyrat për ta mbrojtur atë? Me sa duket pozita zonja Ballukut është rënduar fort sepse po ndiqen nga Spaku parat. Po ndiqet vazhda se rrjedha e parave. Unë këtu du të bëj një parantezë. Pavarësisht se unë e mbështes fuqimisht atë që po bën Spaku, unë mendoj që Spaku nuk po shkon aq larg sa duhet. Sepse nuk vlen vetëm që të hynë në burg ose që të burgosen të gjithë këta që janë arkitektët e një hajnie të strukturuar kriminale të popullit shqiptar. Nuk mundet që këta të bëjnë disa vite burg dhe dalin dhe të gëzojnë paratë e vjedhura shqiptarëve. Këtu duhet pasur një instrument dhe ndoshta Spaku nuk e ka sot sepse këta nuk ja kanë mundsuar, por duhet krijuar një instrument që këtyre të mos ju lejohen këto paratë e vjedhura t'i gëzojnë. Duhen marrë këto paratë e vjedhura. Në sa kam parë nëpër mediat, kolegët tuaj kanë vënë në pah që ndoshta janë gjetur disa llogari bankare të zonjës Balluku dhe nëse kjo do të ishte, unë mendoj që Spaku duhet ta bënte publike, duhet të tregojë shqiptarëve se si vjedhin këta dhe sa vjedhin këta, duhet të bëj publike edhe llogaritë e familjes Berisha që me sa duket po hetohen edhe ato, se për ndryshe s'ka pse Sali Berisha çdo ditë që del nga çdo të hënë që del nga Spaku thotë ç'kan me familjarët e mi. Të gjitha pasuritë e të gjithë këtyre, të gjitha maskarallëqjet e këtyre përkthehen në pasuritë të tyre. Të gjitha këto duhen evidentuar, që njerëzit i njohin se kush janë dhe dy duhen sekuestruar. Zonja Balluku edhe mund të lëshohet, mirë po është e vështirë që të konceptohet një ndarje e qartë. Edhe nëse e gjen gjuhën me zonjën Balluku, e cila nuk mendoj se do dorëzohet kollaj. Po edhe nëse kryeministri e gjen gjuhën për të marrë vesh me të, duke i garantuar pasurinë, siç e bëri me Samir Tahirin, siç mendoj se do ta bëj edhe me Erion Velin e të tjerë. Problemi është që nuk besoj që zoti kryeministri e ka më në dorë rrjedhën e ngjarjeve ndaj saj, kështu që duket pak si e vështirë që zonja Balluku t'i besoj kryeministrit, ndaj fatet e tyre me shumë mundësi do të jenë të lidhura, ose do të bien të dy bashk, ose do të qëndrojnë të dy bashk. Dhe mos u habisni që çudia në Shqipëri zgjat vetëm 3 ditë, këta kanë mjete propagande të jashtëzakonshme dhe e gjithë kjo farsë të harrohet mbas disa ditësh. Nëse këta japin një tender të ri djalit Sali Berishës, mbyllet kjo histori, bëhet një lloj farse sikur do të bëhen zgjedhje të parakoshme me një qeveri teknike dhe me gjëra të tilla të cilat ta gjithë i kontrollojnë, se hyjnë aty thjesht për të vjedhur ato 6 muaj dhe mbyllet historia. Nuk shpëtojnë shqiptarët, shpëtojnë ata nga laku i drejtësisë. E kjo duhet evidentuar njerëzve që këta po luftojnë për veten, jo për ne, jo për shqiptarët, jo për ju. Këtyre nuk ju ndjen fare. As për shqiptarët, as për fatin e Shqipërisë, as për asgjë tjetër. Këta kanë marrë dhe e kanë shndërruar një pjesë limfatike të shtetit shqiptar, akshin në një organizatë kriminale strukturuar. Çfarë prisni për këtyre? Po, do të kalojmë edhe tek pjesa e akshit, po të mbetemi pak te Balluku. Pra, ju mendoni se skenari i vetëm është që ka dy rrugë që o do të bien të dy ose do të shpëtojnë të dy drejtësisë, si Rama, si Belinda Balluku? Unë nuk kam informacionet brendshme se cilat janë diskutimet midis tyre, por duke parë ecurinë e ngjarjeve dhe duke pasur parasysh që zonja Balluku ka eksperiencë me njerëz të lëshuar nga zoti Rama, e shoh të vështirë që të bëjnë marrëveshje dhe zonja Balluku të bjerë mbi shpat. Nuk është e pamundur, por është e vështirë.